Kjo është një natë me vlerë tepër të madhe. Nga ana tjetër, vlera e kësaj nuk kthehet thjesht te nata si natë, një ditë apo një natë që duhet festohet. Jo, kthehet në interesat që ka njeriu si njeri, krijesa si krijesë, karshi Allahu subhanahu wa ta'ala, që do të thotë njeriu pret në këtë natë caktimin e Zotit. Çfarë është caktuar për të përgjatë një viti deri në natën tjetër të kadrit në Ramazanin e ardhshëm. Atëherë njeriu fillon të përkushtohet. Njeriu fillon të ndërgjegjësohet, të vetdijesohet, të shtoj besimin e tij, të shtoj shpresën që ka për Zotin, të mbështetet më shumë Zotit, të përgjërohet atij, të shtoj adhurimin, të shtoj falënderimin, të shtoj madhërimin. Të gjitha këto çfarë bëjnë? E bëjnë njeriu më të mirë. E përsosin natyrën e tij, e përsosin moralin e tij, përsosin sjelljet e tij. Nëse në këto momente unë jam duke u përqendruar në adhurimet e ndryshme me të cilat shpresoj kënaqësinë e Zotit dhe nëpërmjet kësaj shpresoj një caktim të mirë për mua për gjatë gjithë vitit, atëherë unë nuk kam punë me krijesat, unë nuk kam punë me njerëzit e tjerë, nuk kam punë me dëmet e ndryshme dhe padrejtësitë që unë do u sjell njerëzve të tjerë. Nëse unë do t'u sjell njerëzve një dëm, do e bëj për interesat e mia. Jo, natë e katërt po na tregon se mos u lidh më me krijesat, nuk ke pse të bësh padrejti, nuk ke pse të bësh mizëri, nuk ke pse të lypësh, nuk ke pse të shtrish dorën, nuk ke mbështetju atij që ka caktuar në këtë natë se çfarë do të ndodh për ty deri në natën tjetër, do të deri në vitin e ardhshëm. Atëherë, njeriu i cili vërtet është i zgjuar, njeriu që është vërtet vigjilent për të përfituar mirësitë, begatitë, bekimet, riskun që cakton Allahu subhanahu wa taala, shkputet nga krijesat dhe lidhet me krijuesin e tij pikërisht në këtë natë. Pra është një natë e madhe, më e mirë se 1000 muaj. Më mirë se 1000 muaj, do të thonë bën lutje njeriu aty dhe është më mirë sikur të ishte çu për shembull 1000 muaj rresht. 1000 muaj rresht njeriu nuk i jeton apo nuk jeton dot aq sa në të sa vjet, më shumë, nuk e ka të sigurt, me një fjalë, jetëgjatësinë e tij. Atëherë kjo gjë e bën njeriu të kuptojë rëndësinë e kësaj nate, rëndësinë e lidhjes me krijuesin e tij dhe shkëputes nga krijesat e tjera, jo vetëm që të tregoj panevojshmëri, domethënë nuk kam nevojë për ta, dhe nga ana tjetër nuk kam se t'i bëj padrejti atyre kur Zoti është ai i cili më cakton mua gjithçka që do të ndodh për mua, për ne, për gjithë njerëzit e tjerë. Shkurtimisht, më falni nëse shkurtimisht, domethënë po të shikojmë me vëmendje çfarëdo që të flasim për urtësitë e adhurimeve, për urtësitë e datave të caktuara që janë përmendur në kalendarin islam, në historinë islame, në shariatin dhe në fenë islame, të gjitha ato sjellin një dobi dhe ka, domethënë, dobi e gjithë shoqëria nga këto adhurime. Prandaj dhe adhurimet në islam lidhen me urtësi. Lidhen me urtësinë, domethënë, që buron nga urtësia Allahu subhanahu wa taala dhe nga dija e pakufishme e Zotit fuqiplot.